18 deri 20 pacientë të lënduar në zjarri në Koçan do të dërgohen për mjekim të mëtejshëm jashtë shtetit. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari bëri me dije se ato do të shpërndahen në disa shtete si Greqi, Bullgari, Turqi. Se 138 pacienti zgriżeni. Deri tani janë 148 pacientë që po trajtohen nëpër spitalet e RMV-s. Në qendrat klinike janë 31, kirurgji 4, në Karil janë 16, në kirurgjin plastike janë 11, në kirurgjin e qytetit janë 27, në spitalin 8 shtator janë 17, në Shtip 39 dhe në Koçan janë 30. Disa pacientë janë një gjendje kritike, ato janë rreth 18. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë përditësoi numrin e pacientëve që janë të shtruar nëpër spitalet mbar vendit, si pasojë e zjarrit në diskotekën në Koçan. Ministri Taravari tha se 148 janë të lënduar dhe prej tyre rreth 18 janë në gjendje kritike. Prej personave që janë në gjendje më të rënda, Taravari ato po mjekohen në Shkup. Mendoj se sipas anesteziologëve ta, ndoshta 18 deri 20 pacient do duhet i transportojmë jashtë shtetit për mjekim të mëtejshëm, po flas për ata që janë në gjendje më të rëndë. Në Bullgari do transportohen disa pacient, në Turqi, në Greqi, në Beograd dhe Shqipëria dhe Olanda na janë lajmëruar. Unë kam lënë që këtë të vendosin ekipi anesteziologëve, se ku do të ishte më mirë që ata të mjekohen. Në mesin e të hospitalizuarve, Taravari pranoi se ka dhe të mitur, por tha se nuk mund të thotë emrat e tyre, ndërsa konfirmoi po ashtu se të mitur ka edhe në mesin e personave që janë në gjendje kritike. Në Ministrinë e Shëndetësisë është formuar shtab i cili është në koordinim me të gjitha institucionet shtetërore, të cilët po trajtojnë persona që kanë ardhur nga Koçani.